Përshëndetje shikues të nderuar, po ndesh një lajmë qendrore këtu në televizionin të shtat. Edicionin e hapi me një shqetësim të banorëve në fshatin Sharban të Prishtinës, atje ku po finalizohet ndërtimi i 2 urave të reja. E në vend që kjo të mundësonte lehtësi në qarkullim, për banorët ato paraqesin rrezik në të ardhmen, pasi sipas tyre u projektuan keq. Vërejtje për këtë kanë edhe opozita komunale, derisa përgjigje nuk ka qeverisja në kryeqytet. Punimet pothuajse janë në përfundim. 2 urat në fshatit Sharban të Prishtinës që filluan të ndërtohen në fund të vitit 2025, po konsiderohen të planifikuara keq. Sipas banorëve, ato paraqesin edhe rrezik. Po, ata kanë bo pej zyres, arkitekti ka bo, pa e këqyr gjendje në teren, gjendje faktike po duket. Tash jemi qëtu 15 shtëpi, këtu ka vërshimet mëdha. Pej koligjes 6 km vjen ujë. Pej përmendore rada shesja atje qëtu, një pjesë e rimanishtes, jemi 15 shtëpi na shumë rrezik pej ujtë. Mu më ka hidhen banje, tash për mi shtëpi atje shkon ujtë, për mi shtëpi janë, gati ka herat 2 në vjetë na merr ujtë. Rreziqet po vlerësohen të shumëfishta. Qëtu i kemi problemet, në qofë se intervenojnë me bo me beton këtë pjesë, kjo ka du me dëmtunja 5-6 metra, anena jem rrezik 15 shtëpi, tjetër ty nuk po di qa me fut, qëtu i në shqetësimet e fshatit. Edhe asamblisti vetëvendosjes Fejm Osmani konfirmon të njëjtat shqetësime. Kur e ka përfundu projektin, ose gjatë ekzekutimit, urat i ka kthyer 45 shkallë minimalisht në anën e kundërt të rrjedhës së ujit, dhe kështu ka rrit rrezikun për vërshime, në vend se të këto urat shërbejnë kundër vërshime para sa kanë qenë para dhe për arsyen për cilën i kanë kërkuar banorët. I njëjti ka edhe një apel për udhëheqësinë komunale. Urat që kanë qenë jashtëzakonisht nevojshme domosdoshme, që ka pas kërkesa mjaft kohë prej banorëve, mirë po që dora në zemër tashmë përveç që nuk e kanë zgjedhur problemin për cilin kanë qenë të dedikuara, e kanë rrit edhe më tepër, për arsye se tashmë është rrezikuar edhe disa prona të rrezikuara nga vërshimet. Televizioni ka kërkuar përgjigje edhe nga Komuna e Prishtinës për këtë problem. Mirë po nuk ka pranuar përgjigje deri më tani. E një shqetësim për mbar vendin është rritje e krimeve të ndryshme, aksidenteve dhe incidenteve, veç mas tash në periudhën e verës. Sepse po ndodh kjo, po liston disa faktorë që kanë ndikim të drejtë për drejtë. Ngjarje tragjike janë bërë pothuajse të përditshme në Kosovë. Të shtënat me armë, aksidentet fatale dhe raste të shumta të armbajtjes pa leje po ngrisin alarmin. Për këtë situatë, eksperti i sigurisë Bedri Elezi përgjegjësinë e shet tek institucionet. Në fakt, performanca e dobët e institucioneve tona të sigurisë ka shkaktuar edhe problemet natyrës në përgjithësi sigurisë publike. Këto dëshmojnë edhe me faktin që kemi shtim të rastet të dhunës në përgjithësi dhe performanca, kur themi e dobët, kemi parasysh faktin që numri i qytetarëve të cilët dalin para drejtësisë nuk është në lartësi krahas veprës dhe njëkohësisht dënimet e lehta. Elezi tregon edhe masat që sipas tij duhet të ndërmerren për të parandaluar këso raste. Shumë e thjeshtë, operacione konkrete, veprime konkrete operative të policisë Kosovës për largimin e armëve nga duart e personave inkompetent. Fakti që Kosovë deri më tani policia mund të themi po lavdërohet me numrin e madh të tërheqjes së patent shoferëve, dikon për 4 muaj 6.000 patent shofer janë konfiskuar dhe nuk janë konfiskuar as 60 armë, tregon se domethënë shteti nuk e ka prioritet, domethënë sigurinë po e ka prioritet buxhetin nga dënimet që vijnë trafik. Ndërkaq specialisti i psikologjisë klinike Ilir Havolli shpjegon arsye se pse gjatë verës shtohen rastet e dhunës. Nga aspekti psikologjik, vera sjell me shumë ndërveprime sociale, aktivitete me të shumta, konsum me të lartë të alkoolit dhe si pasojë edhe rritjen e situatave konfliktuale, të cilat mund ta nxitin dhe të arritin impulsivitetin e personave të cilët kanë vështirësi në menaxhimin e emocioneve. Ai tregon edhe se si mund të parandalohet kjo dukuri. Parandalimi kërkon edukim emocional, mbështetje për shëndetin mendor, kontroll me të rrept të armë dhe zbatim të ligjit. Sepse dhuna nuk është zgjidhje dhe në shumicën e rasteve ajo mund të parandalohet.
Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, gjatë këtij viti janë regjistruar 843 raste për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. E një aksident tragjik u bë i ditur edhe sot. Një 19 vjeçar nga fshati Ramjani i Vitis ka humbur jetën pas një aksidenti të rënd trafiku në Itali. Sipas njoftimit të Këshillit të Fshatit, familja Emerlahu ishte nisur më 21 korrek nga Franca drejt Kosovës për pushime, ndërsa aksidenti ndodhi pranë Milanos, ku automjeti që drejtonte Dion Emerlahu u përplas me një tjetër automjet. Pas përplasjes, 19 vjeçari u dërgua në një spital pranë Milanos, ku u trajtua për disa ditë, por nuk arriti të mbjetoj plagëve. Familjarët kanë bërë të ditur se Dioni ndroi jetë më 24 korrik, pikërisht në ditën kur ai mboshte 19 vjeç. Ai po udhëtonte drejt vendlindjes për pushime dhe për të festuar ditëlindjen me familjen e tij. Nga siguria, kalojmë te organet e drejtësisë ku u denoncua një profil i rrem në Facebook që prej kohësh linçon në mënyrë brutale akter të ndryshëm të jetës publike. Fjala është për llogarinë fiktive me emrin Lule Xheli, për të cilën gazetari Berat Buzhala po pretendon se ka zbardhur identitetin e tij dhe se po hetohet nga prokuroria. Por këta të fundit nuk ja konfirmuan televizionit këtë. Në rrjetin social Facebook, profili i Lule Xheli në një mënyrë të tillë kishte shpallur të vdekur deputetin e DDK-s Abdullah Hotin. Në mënyrë të tillë, e njëjta llogari në Facebook që ka rreth 13.000 ndjekës, ka shpifur e linçuar ndaj shumë akterëve të politikës, medias dhe në përgjithësi të jetës publike, duke pasur gjithnjë shënjestër ata që shquheshin si kritik të partisë në pushtet vetëvendosjes. Cak i këtyre sulmeve ka qenë edhe gazetari Berat Buzhala, i cili përmes disa postimeve pretendoi që ka zbardhur identitetin e këtij profili, që në disa qarqe, sipas tij prezantohet me emrin Taulan Bytyqi. Ai ka publikuar edhe një fotografi të tij, derisa tha se emri i tij i vërtet është Gent Prokshi, duke nxjerrë edhe një bisedë të tij që pretendohet se është bërë me zëvendës ministrin në detyrë, Avni Zogjani. I njëjti është denoncuar nga gazetari e analisti Berat Buzhala, derisa prokuroria nuk ja konfirmoi televizionit që po heton kush fshihet prapa këtij profili. Nuk mund të mohojmë e as të pohojmë nëse është duke u zhvilluar ndonjë hetim lidhur me çështjen në fjalë. Lule Xheli kishte të publikuar edhe një opinion në platformën kallxo.com që pas disa orësh është fshirë nga websajti. E mu për këtë ka reaguar edhe kryetari i kryeqytetit Përparim Rama, i cili ka kërkuar sqarime nga drejtuesja e mediumit Jeta Gjara, që të sqarojë se kush fshihet prapa profilit ose në të kundërtën do ta shkëpuz bashkëpunimin. Unë pres reagim dhe sqarim publik më së largu deri të hënën. Deri atëherë dhe derisa këto çështje të janë sqaruar plotësisht në mënyrë transparente dhe bindëse, kryeqyteti do ta rishqyrtojë çdo formë të bashkëpunimit dhe mbështetjes institucionale me BIRN Kosovën. Nëse sqarimet nuk i përmbushin standardet e transparencës që qytetarët meritojnë, do të kërkojnë ndërprerjen e çdo bashkëpunimi institucional me BIRN Kosovën. Reagim po atje edhe nga ish deputeti i vetëvendosjes Akia Bazi, i cili tha se Lule Xheli është lufta hibride për të cilën flet Albin Kurti dhe sipas tij, ai është në shërbim të Kurtit dhe Dejona Mihalit. Ai ka shtuar se është i gatshëm të flasë për prokurorinë, me thot se në vitin 2021 në Delaware të SBA-s e ka takuar personin që fshihet pas profilit. Televizioni ka kërkuar përgjigje edhe nga vetëvendosjes se a qëndron në të vërtet një lidhje mes tyre e personit prapa profilit të rrajshëm, por nuk ka marrë përgjigje. Vijojmë tani me informacione nga ekonomia dhe flasim për deficitin tregtar të Kosovës, që sipas të dhënave të fundit po shënon rritje. Vendi ynë vijon të ketë varësi të lartë nga importi. Kosova vijon të jetë e varur nga importi. Eksporti në anën tjetër vazhdon të jetë i ulët. Deficiti tregtar urret në qershorin e këtij viti për 16%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në muajin qershor, eksporti mbuloi 15% të importit.
Eksporti i maldrave në muajin qershor 2026 kishte vlerën 102 milion euro, ndërsa importi 680 presje 3 milion euro, që është një rritje prej 26 presje 9% për eksport, si dhe një rritje prej 17 presje 6% për import, duke krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2025. Se çka thonë këto statistika për ekonominë vendore, e thot Kushtrim Ahmeti nga dhoma e tregtisë Kosovës. Në fatkeqësisht kemi shumë deficit tregtar, kjo për shkak se kemi pak eksporte, po kemi shumë importe. Dhe prandaj mbetet gjithmonë deficitet, po fatkeqësisht është rrit. Kjo është edhe më e rëna në përgjithësi është rrit shumë. Edhe këtu janë faktorë të ndryshëm pastaj që kanë ndiku. Sipas tij, institucionet nuk po marrin veprimet e nevojshme. Këtu hini numër faktorësh që kanë ndiku. E para padyshim janë krizat e vazhdueshme që po ndodhen në botë, sepse kur ti je vend importues, kemi importuar edhe krizën gjithmonë. E para, e dyta është padyshim mos veprimi institucional për me të kalu më lehtë të kriza. Pra, Kosova është i vetmi vend në rajon në cili nuk ka bërë asnjë veprim. Për deficitin tregtar nuk folje, por ministria në detyrë e tregtisë Mimoza Kusari Dida në emisionin Euro në T7 theksoi rritje në të gjitha shërbimet tregtare. Ka para më shumë në qarkullim, e para. E dyta, ka formalizim të ekonomisë. Prej vitit 2022 deri në vitin 2023 kemi pasur në atë periudhë kohore kur ka pasur edhe nismë nga edhe qeveria dhe ka pasur masa të drejtë për drejta që kanë qenë mbështetëse, siç është ajo me superpunën. Sipas të dhënave të grupeve kryesore të importit, 15.2% e përbëjnë produktet minerale, 13% e përbëjnë makineritë, pajisjet mekanike dhe elektrike, ndërsa 12% e përbëjnë mjetet e transportit. Një statistik tjetër shqetësuese nga ekonomia ka të bëjë edhe me numrin më të vogël të bizneseve të reja që po hapen, e që sipas ekonomistëve proporcionalisht me këtë po rritet edhe numri të papunëve. Dyert për të hapur një biznes po trokiten më pak se një vit më parë. Numri i ndërmarrjeve të reja të regjistruara ka shënuar rënje. Këtë e tregojnë edhe statistikat e fundit, sipas të cilave numri i bizneseve të regjistruara është më i ulët krahasuar me një vit më parë. Kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve, Agim Shahini, thotë se trendi i ndërmarrësisë në Kosovë është duke u përkeqësuar nga viti në vit. Bizneset e reja janë më pak në krahasim me vitet e kaluara, kemi rreth 200-sh. Nëse e krahasojna 6 muajin e parë të vitit 2025, sa ishin 6.640 biznese, kurse tash janë të regjistruara më pak rreth 200 biznese. Sipas Shahinit, mbi 5.000 punëtorë kanë mbetur pa vende pune si pasojë e falimentimit të bizneseve. Vetëm 6 muajin e parë na kanë mbetur mbi 5.000 punëtorë pa vende të punës. Pavarësisht biznes të reja që janë regjistruar numri i tyre që është mbi 6.000, këto biznese ende nuk e dim se a kanë filluar aktivitetin e vet. Shahini tregon edhe arsyet që sipas tij po ndikojnë në moshapjen e bizneseve të reja. Konkurenca është e ashpër, e padrejtë, energjia elektrike është tepër e lartë, politikat fiskale jo të mira, sa i përket financimit të projekteve janë procedurat të stërgjatura. Sipas Agjencisë Statistikave të Kosovës, gjatë muajit maj janë regjistruar 1.108 biznese, duke shënuar një rënje prej 16.9%. Rënje ka pasur edhe në numrin e udhëtarëve gjatë muajve paraprak në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Sipas dhënëses Valentina Gara, në këtë ka ndikuar kriza evropiane derisa sipas saj në korrekt ka nisur me një rritje të lehtë dhe pritet janë që edhe ky sezon të jetë i ngarkuar.
Ndërkombëtari Prishtinës Adem Jashari ka marrë të gjitha masat e duhura si nga ana infrastrukturore, po ashtu edhe nga ana e burimeve njerëzore. Jemi të përgatitur për të pritur çfarë do fluksit të numrit të udhëtarëve. Ne vitin e kaluar kemi përmbyllur vitin me 4.6 milion udhëtar. 3 muajt e parë kemi pasur një rritje të numrit të udhëtarëve, ndërkaq 3 muajt para muajit korrekt kemi pasur një rënje të numrit të udhëtarëve. Megjithatë, muaji korrekt ka filluar me një rritje të vogël të numrit, kështu që po besojmë se edhe kjo sezon në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës do të jetë e ngarkuar. Siç e cekët, edhe kriza evropiane ka ndikuar edhe në uljen e numrit të udhëtarëve 3 muajt paraprak. Padyshim që në këto statistika shqetësuese që lidhen direkt dhe indirekt me ekonominë, ndikon edhe ngërçi i tezgjatur institucional, i cili ndër të tjera, siç thon nga shoqëria civile, po paralizon edhe plot institucione të pavarura që kanë ngelur me përbërje jo të plotë. Nga 17 institucione të pavarura që kishin probleme me funksionimin, numri i tyre ka shkuar në 24. Një gjë e tillë nga mungesa e antarëve dhe përbërja jo e plot. Sipas Naimi Akajt nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, krejt kjo nga ngërçi institucional disa mujor. Nga ai numër 17, tani është rrit numri, është në 24, pa për 7 institucione të tjera, në disa prej tyre janë pa përbërjen e plot, në ndërkohë disa prej tyre janë bërë tani më funksionale. E dim që Akaj përmend edhe rastet konkrete që përballen me këtë lash. Bordi i ankesave në Komisionin e Pavarur për Media është i funksional, mungojnë 3 antar. Bordi i Autoritetit Rregullativ të Konkurrencës është i funksional për arsye se nuk janë plotësuar pozitat e caktuara. Në disa prej institucioneve të pavarura ka pasur dorëheqje, sikurse që është në Agencinë Kosovare të privatizimit duhet të plotësohet një pozitë. Nëse trendi vazhdon, situata mund të përkeqësohet sipas hudimtuesit nga IKD. Zyrës auditores pra i ska dhënë mandati me datën 18 gusht, në ndërkohë është dashur që të nis procesi për përgjedhjen e këtij personi në krye të këtij institucioni të rëndësishëm kushtetues. Mungesa e një kuvendi funksional mund të ndikojë drejt për drejt në punën e institucioneve të pavarura, duke i pamundsuar ato të kryejnë detyrat e tyre ligjore dhe kushtetuese. E zgjidhje ngërçit institucional po zoton se do t'i japin Partia Aleanca, nga e cila thonë se janë gati të mundsojnë zgjedhjen e presidentit të propozuar nga vetëvendosje, nëse pranon disa nga kërkesat e saj, të cilat i bëri publike javë më parë. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës, Avni Arifi, tha se 7 deputetët e partisë së tij janë të gatshëm të sigurojnë quorumin për zgjedhjen e presidentit pa kërkuar poste në qeveri. Ai përmendi edhe mundësinë që kandidati vetëvendosjes të jetë Glau Konjuvca apo ndonjë emër tjetër. Ne jemi shumë të lehtë për të qëndruar në sallë dhe për të siguruar quorumin, deklaroi Arifi, duke shtuar se mbështetja do të varet nga garancitë për zbatimin e prioriteteve të Aleancës. Në anën tjetër, LDK-ja ka pezulluar çdo diskutim për marrëveshje politike pas paknaqësive që plasën në parti, ku kërkua dorëheqja e kryetarit Lumir Abdigjiku. E një takim i mbajtur në fshehësi ka nisur sot pasdite në Fushë Kosovë mes ish presidentës Vjosa Osmani dhe disa delegatëve të LDK-s, të cilët kanë nënshkruar kërkesën për shkarkimin e kryetarit të kësaj partie Abdigjiku. Takimi, i cili ka nisur në orën 17 në lokalin Kopshti, është zhvilluar me masa të rrepta privatësie, duke u kujdesur që të mos ketë fotografime apo incizime nga brenda ambienteve ku po mbahej. Hapësira ku po zhvilloi takimi ishte ndarë nga pjesët e tjera të lokalit, ndërsa pjesëmarrësit kanë shmangur çdo dalje publike gjatë zhvillimit të diskutimeve. Ky zhvillim vjen në kohë kur brenda LDK-s po kërkon ndryshime në udhëheqjen e partisë dhe pritet të shihet nëse ky takim do të ketë ndikim në zhvillimet e ardhshme politike. Shikues të nderuar, këtu po e përmbyllim edicionin e lajmeve për sonte. Unë ju falenderoj për vëmendje, mirëmbëjtje.